8 prill. Bëjani të ditur Satanit mposhtjen e tij. Kundërshtoni djallin dhe ai do të ratiset prej jush. Jakobi 4:7. Sa më real të duket Satani në ditët tona, pra kur është e dukshme që ai është aktiv, aq më çmuar do të bëhet fitoria e Krishtit për ata që i besojnë atij. Dhjata e rena mëson se kur Krishti vdiq dhe u ringjall sërish, Satani u mund përfundimisht. Tani atij është dhënë një periudhë lerie e kufizuar, po fuqia e tij kundër popullit të Perëndis është thyer dhe shkatërimi i tij është i sigurt. Për këtë është shfaqur biri i Perëndis, për të shkatëruar veprat e djallit. E pare Gjonit 3:8. Po ashtu edhe ai, Krishti, u bë pjesëtar në po ato gjëra, mish dhe gjak, që të shkatëronte me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, Hebrejve 2:14. Perëndia i zhveshi principatat dhe pushtetet, i turpëroi botërisht duke ngadhnyer mbi ata nëpërmjet tij, Kolosianëve 2:15. E thënë ndryshe, Satani mori goditjen vendimtare në Kalvar. Një ditë kur lirisë e kufizuar të Satanit të vi fundi, Zbulesa 20:10 thot, dhe djalli u hot në liçenin e zjarrit e të sqyfurit, dhe do të mundohen ditë e natë në jetë të jetëve. Çfarë do të thot kjo për ata nga ne që ndjekim Jezu Krishtin? Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Romakëve 8:1. Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndis? Perëndia është ai që i drejtëson. Romakëve 8:33. As engjëjt, as pushtetet, as fuqitë dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezu Krishtin, Zotin ton. Romakëve 8:38-39. Ai në ju është më i madh se ai në botë. E pari Gjonit 4:4. Dhe ata shenjtor e mundën atë me anë të gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre. Zbulesa 12:11. Prandaj, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju. Ai është mposhtur dhe neve na është dhënë fitoria. Detyra jon tani është të jetojmë në atë fitore dhe t'ja bëjmë të ditur Satanit mposhtjen e tij.